Me më shumë se 730.000 vota, Partia Socialiste ka fituar mandatin e 4 qeverisës, duke u kthyer në forcën e vetme politike që shënon këtë arritje pas rënies së diktaturës. Partia Demokratike, partia më e madhe opozitare, ka pësuar rënje, por duket se ato që mund të konsiderohen bastionet e saj nuk i ka humbur. Këtu mund të përmendim Lezhën, Kuksin dhe Bindshëm Kavajën, por ashtu siç ja ka dalë që të rrëmbej disa zona ku ka mbretëruar Partia Socialiste, ka pasur edhe qarqe ku nuk ka fituar askund. Shembuj të tillë janë Berati, Elbasani, Fieri Korça dhe Vlora. Në këto qarqe, në rastin më të mirë, opozita i është afruar kundërshtarëve, por sërish është shumë larg fitores. Ndryshe duket situata në Gjirokastër, nëse gjithë qarku është ngjyrosur mavi, demokratët kanë arritur që të rrëmbejnë zemrat e banorëve të fshatit rebel Lazaratit. Në Lazarat, Partia Demokratike ka mbledhur 87.77% të votave, që u futën në kuti më 11 maj. E kundërta ka ndodhur në Shkodër, ku Partia Demokratike ka dominuar, ndërsa socialistët kanë marrë vetëm alsinë e madhe, atje ku garonte para e listës Mariana Koçeku. Në Haki është futur dhe Partia Socialdemokrate, e cila ka marrë 5.951 vota në vaun e Dejës, por nuk ka asnjë surprizë, pasi kjo zonë ka qenë gjithmonë bastioni të Mdoshit. Në Shkodër, Partia Demokratike ka marrë të gjitha bashkitë dhe njësitë e tjera, Fusharrës, Puk dhe Shkodër qytet. E gjithë harta, përveç dy përjashtimeve, në këtë qark është ngjyrosur blu. Edhe në Dibër, fitoria duke e sigurt për majorancën, por opozita ka arritur që të rrëmbejë Fushçidhën me 483 vota, Kalan e Dodës me 219 vota, Selishtën me 167, Macukull me 248 dhe Rukajn me 504 vota. Votat e demokratëve i kanë dhënë fitore në Aleancës për Shqipërinë Madhështore edhe në Krujë, Katundiri, Fushkruj, Nikël dhe Xhavzotaj, por nëse në të gjitha njësitë administrative fitoria ka qenë e pastër, në Krujë qytet gara ishte shumë e ngushtë. PD ka fituar me 46.87% të votave, përkundrejt 46.29% që kishte siguruar Partia Socialiste. Edhe Lezhë është kthyer në një bastion të opozitës. Fitoria e opozitës ishte e plot në Kurbin dhe Mirdit, por jo në Lezhë qytet. Megjithatë, edhe ky rast ka përjashtime, pasi në rrethin e Lezhës, opozita ka arritur që të fitojë në Ballddren, Shënkoll, Ungrej dhe Zejmen. Në qarkun e Tiranës, opozita ka marrë Kamzën dhe Kavajën, por jo njësitë administrative të këtyre bashkive, ndërsa majoranca Bindshëm ka fituar në Rrogozhin, Tiranë dhe Vor. 3-2 për qarkun me 5 bashki mund të konsiderohet një humbje për majorancën, duke marrë në konsiderat faktin që pak vite më parë shënuan fitoren e parë në bashkinë e Kamzës. Ndryshe nga të gjithë qarqet e tjera, opozita i ka fituar të gjitha bashkitë e qarkut të Kuksit, Hasin, Kuksin dhe Tropojën.